Padyshim që është shkruar në letër në ftesë tani, është dokumentuar. Madje Balli refuzon që të përgjigjet me shkrim, po ashtu edhe të mbahen shnime. Pra i deshte më mirë vendshë kështu fshatshe, në shesh. Do të Ballit ajo me kështu thuati, me bidon me me një lëng brenda që se dim se ç'ai. Tani lëngi i shëndetshëm është padyshim, domethënë sepse është i laç. Thoni ju nga Gamshi dhe unë nga Skapari. Jetoi mirë dhe më pas. Tani jo, e bukur do ishte që siç këta kishin Mitat Frashërin, këta të kishin Enver Hoxha. Sepse nuk u mendua si një konferencë e kësaj natyre. E thot edhe Enver Hoxha vetë në Si e thot? Në plenumin e Beratit që ne e menduam si një zhvillim ku palët do të negociojnë, po jo për të arritur në një marrëveshje. Dhe e vërteta është që Mukja arriti, doli me rezolut, pra me një program të përbashkët, i cili konsistonte qoftë në organizim politik, pra me krijimin e një qeverie të përkohshme, po themi, apo të një këshilli kombëtar, qoftë ushtarakisht ku u ngritën dhe organizimet pra territoriale me këshillat. Di çfarë pritëm ka ardhur këtu? Të gjithë janë DV Doravet. Kanë firmosur domethënë. Po, Myslim Peza pse ka vula thonë ti? Sepse nuk është një gjë e jashtëzakonshme që po jam vula të përgatitura gati. Vula të përgatitura me iniciale. Por mos e ka vënë me gisht thoj ore. Po jo. E sigurt? Po është e sigurt. Po ç'është këtu vula ti? Ti diku më mbrapa e kishe. Vula gati vetëm Redi Rama përgatit tani mos ja fut këtu. Kishe dokumentin diku e pash që ma tregove që e kishe edhe të faqen e nënshkruar. Nuk është pra, duhet ta çoj Mukjen në kontekstin e kohës. Mukja nuk ishte një organizim që duhet të arrinte në ratifikime dhe në vendimarrje të mbyllur, sepse po ta marrim nga ana tjetër. Tani shikojmë përbërjen e delegacionit të Këshillit Përgjithshëm Nacional Shqiptar. Tani cili nga këta mund të merrte vendime në emër të një organizate. Ndërkohë që Balli Kombëtar kishte kryetarin e vetë, sigurisht gjithë Këshillin redaksin qendrore apo si e quanin. Pra, Balli Kombëtar shkoi me një program dhe me një përgatitje shumë të qartë në Mukje. Dhe më ler vetëm një minutë ta shpjegoj se është. Unë kam lënë tani, po unë vetëm të orientoj të fut në sepse Italia pra kishte ndodhur zbarkimi në Italinë e Jugut. Mussolini sapo kishte rënë, ishte krijuar qeveria Badoglio. Opsionet e hapjes frontit dytë shumë të pranishme, madje diskutimi më aktual. Ardhja e gjermanëve, pushtimi i Gjermanisë në Shqipëri po ashtu një opsion shumë i hapur. Dhe shikojmë që në korrik të 43-shit Balli Kombëtar del në ilegalitet. Sikurse bëri dhe në tetor 44-s. Edhe atëherë bëri të njëjtën gjë. Dhe me idenë që tani kjo forcë politike padyshim që duhet të orientohej në lidhje me atë çka do vinë në Shqipëri. Nëse do vinë aleatët, duhet që Balli Kombëtar mos të ishte ashtu sikurse pjesërisht kishte qenë bashkëpunim edhe me Italinë, sepse këtu thuhet që nuk ka bashkëpunuar. Po nëse ishte kundërshtare, si ka mundësi që kryesia e Ballit Kombëtar, qoftë me Mitat Frashin krye, rrinte gjithë ditën në kafenen e Hotel Dajti. Tani, ai që lufton nuk mund të rri dot mes kryeqytetit. Prit se ti i thua kështu dhe ku rrinte Mitat Frashi? Po Dajti e orientonte jetën politike si Romri rrinte se shtatën këtu. E njëjta gjë. Dhe Mitat Frashi pinte kafe atje? Po të gjithë aty ishin padyshim. Të gjitha, a? Po, edhe ka një letër shumë interesante të Ismail Golemit. Seli, unë nuk e di tani, po jo, normalisht ishin ilegalitet. Në kohën e pushtimit gjerman aty ishte selia e qeverisë shqiptare, po, aty e ka patur. Por në këtë kohë, domethënë, po të shikojmë që dilet në legalitet, pra me idenë që duhet veprojë politikisht, duhet marrë disa masa. Ishte duke thënë letra? Ismail Golemi ka një letër shumë të detajuar për sa i përket takimit që kishte me Mitat Frashërin, edhe përshkruan parinë e Ballit Kombëtar në një mënyrë shumë interesante ti, domethënë. Me atë bidoni duke pirë ujë nga i lëngë. Po që e kanë fjalën që Balli Kombëtar shkoi shumë i qartë për të arritur synimet e veta politike dhe shkret normale, pra nuk ka asgjë normale në këtë që të shfrytëzojë një tavolinë për të marrë pushtetin dhe Balli Kombëtar shkoi në Mukje për të marrë pushtetin tavolinë, Partia Komuniste iku nga Mukja për të ruajtur pushtetin që po e ngrinte gradualisht. Tani, kështu që domethënë Balli Kombëtar synonte që me marrëveshjen e Mukës të merrte pushtetin tavolinë. E tregojnë veprat, e tregojnë veprimet. Po këta pse firmosën mos? Po firmosën pa autorizuar pra. Të lutem regjia dokumentin me firma? Duhet të kuptojmë që
komunikimet me Enver Mirë, këto janë firma? Këto janë të shtuara më pas. Si janë të shtuara? Po, tani ai është një dokument, një faksimile që mbi të është punuar. Domethënë është shkruar për arsye, nuk e di. Gjithsesi. Po ky është delegacion. Po, dakord, është plotësuar, mund ta tani, por që nuk besoj se është e gushtit të 43-shit. Ja. Dorën i 11-i, nëntorit është. 20 nëntor. Po është e vullet 43. Pra, për të kthyer përsëri në diskutim. Dhe politikisht, balli kombëtar e fitoi Mukjen. E fitoi? Po padyshim, sepse u arrit, pra u morëm vendime politike, ushtarake, pra u bashkuam, tani hajde do luftojmë. Por çështja është që çfarë mendon pala tjetër për këtë gjë. Ndërkohë që qëllimi ishte tjetër gjë, pra ishte thjesht të diskutonin dhe nëse do arrinim marrëveshje që u arrit, ajo duhet ratifikohet edhe nga pala tjetër, sepse shkret normale, nuk mund, do thënë, delegatët nuk kanë. Po jo, që firmat e çetër. Po mi pra, ai hedh firmën si, po është te i kalim kompetencash, nuk mund të tani të dërgosh teoria e Enverit. Jo. Si ndodhin sot, kush i ratifikon marrëveshjet sot? Qoftë edhe brenda forcave politike. I ratifikon ai që në Mukje të ratifikonin marrëveshjet. Të kuptoni. Atje s'ka as Niko Peleshi, as grup parlamentar. Që ne të kërkojmë se këtu çuditë s'kan fund, këtu Po jo, Ogeni, tani të lutem se kjo është thelbësore. Firmosën ballistët, firmosën dhe negociatori nuk firmosën mbylli marrëveshje. Këta janë grupe realisht menduar si grupe negociatore. Po mua firma është hedhur, por e thot se them unë, po jo pra jo, po s'mund të firmo tani. Ja, Geno, këtu më vjen shumë keq, të respektoj shumë. Po më dëgjoj pra logjikën. Po ai që firmën negociatori vetë ti më thosh Ismail Kater.